Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Doktori zbulon të vërtetën. Ja çfarë tregojnë gazrat për shëndetin tuaj. Gazrat mund të tregojnë shumë për shëndetin dhe mirëqenien e përgjithshme. Ndaj, sipas ekspertëve të LSI, do të rendisim disa nga arsyet pse duhet i kushtoni rëndësi të veçantë dhe çfarë tregojnë ato për shëndetin tuaj. Si fillim, çfarë janë gazrat? Gazrat janë përzierje të ajrit që gëlltiten gjatë kohës kur merrni frymë ose hani ushqime me gaz që prodhohet nga bakteriet në zorrën tuaj. Bakteriet e zorrëve tuaja krijojnë gazra për shkak se ka ushqime të cilat trupi juaj nuk mund t'i tresë si duhet. Në fakt, të lëshosh gazra rregullisht është një shenjë që ju konsumoni mjaftueshëm fiber dhe se keni një koleksion të shëndetshëm të bakterieve në zorrët tuaja. Por si ndikon era e gazrave për shëndetin? Rreth 1% e gazit të prodhuar nga zorrët tona nuk është pa erë. Kjo erë është zakonisht sulfut hidrogjeni, gazi i cili krijohet kur trupi tret ushqime të cilat përmbajnë sulfur. Shumë ushqime të shëndetshme prodhojnë gazra me përmbajtje të sulfurit kur treten. Ky gaz pastaj del nga trupi në formën e një gazi me erë. Gazrat me shumë erë. Nëse e gjeni veten duke lëshuar gazra me erë të keqe sa që askush në dhomën tuaj nuk mund t'i durojë, atëherë kjo është një shenjë ndonjë problemi të mundshëm shëndetësor të brendshëm. Prandaj mund të konsultoheni me një ekspert për të bërë zgjidhjen e duhur. Gazrat pa erë. Gazrat pa erë janë plotësisht normal dhe të shëndetshëm dhe mund të tregojnë shumë për shëndetin tuaj. Prandaj, ato mund të lidhen gjithashtu edhe me aktivitetet tuaja të përgjithshme. Gazrat duhet të mbahen nën kontroll, pasi mund të tregojnë edhe për gjendjen tuaj shëndetësore. Gazrat janë një përzierje 39 deri në 59% nitrogjen, 21% hidrogjen, 9% dioksid karboni, 7% metan dhe 4% oksigjen që ndodhet për arsye të ndryshme, duke filluar nga ajri i gëlltitur deri te reaksionet kimike të zorrëve. Gazi duhet të largohet disi, prandaj zorra e trash është mënyra më e mirë për ta lejuar këtë. Jo të gjithë gazrat janë krijuar në mënyra të barabarta. Siç e dini, jo të gjithë gazrat mbajnë erë, prandaj në këtë video do të listojmë disa forma të gazrave dhe domethënien e tyre për shëndetin. Sipas disa statistikave, shumica e përbërësve të gazrave nuk kanë erë, vetëm 1% e përbërësve që shkaktojnë erën e keqe dhe fajtorëve të këtij janë gazrat sulfurik nga zorrët. Gjithashtu, gazrat të tilla janë rezultati i ajrit të tepërt në trup dhe janë plotësisht normale dhe të shëndetshme. Ka shumë ushqime të shëndetshme që i shkaktojnë gazrat që mbajnë erë të rëndë, që do thotë se gazrat me erë pak të keqe nuk janë ndonjë brengë serioze. Brokoli dhe mishi i kuq janë ndër fajtorët kryesor të kësaj gjendje. Gazrat me erë shumë të keqe. Këtu duhet të brengosen njerëzit paksa dhe jo vetëm në jetën shoqërore, por edhe në shëndetin personal. Gazrat me shumë erë të keqe mund të jenë ndonjë problem serioz shëndetësor. Shumica e njerëzve nuk janë tolerant ndaj laktozës dhe nëse keni nivele të larta në këtë spektër, atëherë kjo i shpjegon edhe erën e fortë të tyre. Gazrat e shpeshta. Zakonisht veganët përjetojnë gazra të shpeshta si rezultat i ushqimeve të pasura me karbohidrate të cilat ata i konsumojnë. Sidoqoftë nëse përjetoni fryrje të barkut ose nëse era e keqe ju shoqëron me gazra të shpeshta, atëherë duhet të shkoni te doktori sepse mund të jeni alergjik ndaj një ushqimi specifik. Vlen të ceket se, sipas një studimi të kryer nga Universiteti i Exeterit, thithja e sasive të vogla të gazit mund t'ju ndihmojë gjithashtu edhe kundër një sër komplikacionesh. Ka disa gjëra që mund të mbesin të pandryshuara që nga fëmijëria deri te moshat e thyera. Një ndër këto gjëra janë edhe gazrat, që në shumicën e rasteve duan të tregojnë diçka më shumë për shëndetin tuaj, citon Brightside. Disa nga gjërat që shkaktojnë gazra në mënyrë që t'i parandaloni mund t'i gjeni në këtë video sipas Brightside. Ngrënia e ushqimit në mënyrë të shpejtë. Sigurisht që familja juaj ju thotë që t'jeni duke ngrënë shumë shpejt. Një ndër gjërat që shkaktojnë gazra është edhe ushqimi pa përtypur mirë.
Ajri që futet në trupin tuaj përderisa ushqeheni dëshiron të dalët disi. Për të parandaluar këtë gjë, mundohuni të hani sa më ngadalë. Zorrën e keni të pa ekuilibruar. Siç dihet, një përqindje e vogël e gazrave na tregon se jemi duke bërë veprime të turpshme. Ju mendoni se gazrat me erë nuk tregojnë asgjë, por e keni gabim. Ato tregojnë se zorrët i keni të pa ekuilibruara. Gazrat me erë zakonisht shkaktohen nga konsumi i fasuleve ose edhe i brokolit. Gazrat janë të shëndetshme, por jo në sasi të madhe. Mendojmë se kjo është e rëndësishme të përmendet. Sipas një studimi të botuar në cellë, studiuesit kanë gjetur se mikrobet kanë nevojë për fiber në mënyrë që të ruajnë shëndetin e tyre optimal, por nuk ushqehen me fibra të mjaftueshme. Shtresa e mukusit mund na dërgojë drejt një infeksioni. Normalisht, shumica e bakterieve gjenden brenda zorrës së trashë, fillojnë të pushtojnë zorrët e vogla dhe në këtë formë gazrat bëhen të pashmangshme. Jeni të ndjeshëm ndaj produkteve të qumshtit. Edhe nëse keni hequr dorë nga produktet e qumshtit, trupi juaj kërkon kohë derisa të mësohet. Sa herë që vëreni se dieta juaj përdoret edhe jeni duke marrë frymë, menjëherë duhet të ndaloni këtë qasje. Produktet e qumshtit shpeshherë ju bëjnë të ndjeni të fryrë, por ndonjëherë ushqimet të tjera që ju fryjnë janë edhe gruri, qepa, hudhra, bishtajorët ose edhe frutat dhe perimet të tjera, siç mund të jetë pjeshka dhe qershia, të cilat mundet të ndikojnë edhe në gjendjen tuaj. Mesatarisht, një person lëshon gazra 15 herë në ditë dhe ky numër mund të jetë deri në 40 herë në ditë. Gazrat prodhohen nga ajri i bllokuar nga gazrat trupor, ndërkohë që është një proces normal dhe mund të jetë i zhurmshëm dhe i turpshëm. Në disa raste, edhe kjo është një arsye pse shumë njerëz i mbajnë ato. Por sipas Brightside, kjo nuk është ideja më e mirë sepse mund t'ju shkaktojë gjithashtu edhe probleme më të mëdha me shëndetin tuaj, ndër të cilat mund të jetë: trupi mund të rrithidh gazrat. Kur e sforconi trupin për të mos nxjerrë gazra, ai nuk ka zgjidhje tjetër përveç se ta rrithidh atë. Ai fillon të qarkullojë përsëri dhe mund të dalë jashtë nëpërmjet gojës në formën e grëmësimave. Mund të shkaktojë dhimbje dhe urdhë. Kur të kurrni muskujt për të shmangur lëshimin e gazrave, ushtrohet presion brenda trupit dhe mund të shkaktojë dhimbje ose urdhë. Nëse bëhet rregullisht, mund të shkaktojë entje në aparatin tuaj tretës. Ndikon në shëndetin e zorrës së trashë. Gazrat eliminojnë presionin në trupin tuaj. Mbajtja e tyre mund të irritojë zorrën e trashë dhe gjithashtu mund të shkaktojë hemoroide. Mund t'ju bëjë të ndjeni të fryrë gjatë gjithë kohës. Ndërsa është ende e diskutueshme nëse mbajtja e gazrave ju fryn ose jo, është zbuluar se mbajtja e tyre brenda vullnetarisht ju shqetëson dhe ju jep përshtypjen se mund ndjeni më të fryrë. Mund të jeni duke sinjalizuar për probleme më të këqija me shëndetin. Edhe pse gazrat janë një proces normal, zhurma dhe aroma e tyre në vërtet mund të tregojë për probleme të mundshme shëndetësore si intoleranca ushqimore ose probleme me tretjen. Gazrat me aromë jashtëzakonisht të qelbur mund të tregojnë për përmbajtjen e lartë të sqyfurit në trupin tuaj. Nëse ato janë të dhimbshme, sugjerohet të konsultoheni menjëherë me mjekun tuaj. Truku që duhet të përdorni për të shmangur gazrat me aromë të qelbur dhe zhurma. Shmangni pijet e gazuara pasi ato prodhojnë më shumë gaz në trupin tuaj. Hani pjesë të vogla dhe përtypuni ngadalë në çdo vakt tuaj. Konsumoni rregullisht ushqime si bananet, patatet, drithrat dhe grurt për të parandaluar aromën e keqe të gazrave. Nëse gjendja juaj është kritike dhe gjithashtu ndikohet edhe nga probleme të ndryshme, duhet të konsultoheni me mjekun për një trajtim më të specializuar për të parandaluar këto shqetësime. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.